Krimi në rritje, Shqipëria në hijen e dhunës gjatë qeverisjes Rama. Shqipëria po përjeton një tjetër vit të errët për sigurinë publike. Vetëm gjatë muajve të parë të vitit 2025, vendi është tronditur nga një sër vrasjesh të dhunshme që kanë lënë pas viktima të pafajshme, konflikte të përgjakshme dhe autorë që shpeshherë mbeten të pakapshëm. Në një klim ku krimi po ngjitet në përqindje të frikshme, shqiptarët kanë nisur të pyesin: a është ende në gjendje kjo qeveri të garantojë jetën dhe sigurinë e qytetarëve? Rritje alarmante në statistika. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Brendshme, në janar të vitit 2025 janë regjistruar 5 vrasje me paramendim, nga vetëm 3 raste në janar 2024. Edhe muaji i shkurt nuk mbeti pas, me 4 vrasje, vetëm një më pak se muaji i kaluar. Por shifra më tronditëse vjen nga 3 mujori i parë i vitit, 12 viktima në 11 ngjarje kriminale. Kjo përfaqëson një rritje të ndjeshme të nivelit të dhunës dhe mungesës së kontrollit mbi territorin. Emra, data, viktima. Në harkun kohor nga janari deri në prill 2025, ngjarjet e rënda kriminale kanë mbushur faqet e kronikës. Nga atentatet mafioze si ai ndaj biznesmenit Bujar Nasufi në mes të Tiranës, tek vrasjet për motive pronësie, hakmarrje apo krime pasioni, lista e viktimave vazhdon të zgjatet. Në Shkodër, Ramazan Mataj u qellua me 9 plumba. Në Vlorë, Kristian Marku u ekzekutua në autostradë për një konflikt gjakmarrjeje, gjithashtu edhe Renato Hoxhaj. Në Tiranë, një 24 vjeçare palestineze, Ryan Alan, u masakrua me thik brenda apartamentit të saj. Në Kamës, Lulzim Visha, një punonjës i thjesht, u vra për një konflikt mbi prona. Në Shëngjin të vogël, një i moshuar 81 vjeç, Xhemal Meta, u vra nga fqinji me një çekan në kokë. Lista është e gjatë, po aq sa edhe indiferenca institucionale. Shteti mungon, policia e të ngarkuar, drejtësia e kapur. Ndërsa qytetarët jetojnë në frikë, shumica e autorëve mbeten të lirë. Rastet si ai Ryan Alan tregojnë jo vetëm për brutalitetin e ngjarjes, por edhe për paftësinë për të parandaluar, hetuar dhe ndëshkuar fajtorët. Me policinë të demotivuar, pa staf të mjaftueshëm dhe shpeshherë të përdorur për qëllime politike, siguria është kthyer në luks për qytetarin e zakonshëm. Ndërkohë, prioritetet e qeverisë duken të orientuara drejt betonit, propagandës dhe koncesioneve luksoze, jo drejt forcimit të shtetit ligjor. Kjo është pasqyruar edhe në mënyrën se si qeveria shmang me kujdes publikimin e statistikave të plota mbi krimin, apo zvarit zbatimin e reformave reale në drejtësi dhe polici. A është Shqipëria e Ramës një vend i sigurt? Kur qeveris një vend për më shumë se një dekadë dhe krimi vijon të rritet në mënyrë të qëndrueshme, përgjegjësia nuk është më te trashëgimia e të kaluarës. Është rezultat i drejtë për drejtë i politikave të dështuara, emërimeve klienteliste dhe mungesës së vullnetit për të përballur të keqen. Qytetarët nuk kanë nevojë për fjalime të bukura apo për shifra të lakuara në konferenca për shtyp. Ata kanë nevojë për siguri. Dhe në Shqipërinë e vitit 2025, ajo siguri po zhduket bashkë me çdo lajm të radhës për një vrasje tjetër që shteti nuk arriti ta parandalojë.